Barometri Euronews Albania ka zhvilluar matjen e tretë zgjedhore në nivel vendi. Metodologjia e përdorur është sërish kampion rastësor i shtresëzuar dhe matësia e kampionit ka qenë 1600 qytetar të pyetur në gjithë territorin e Shqipërisë, ballë për ballë. Periudha kohore e mbledhjes së të dhënave për matjen e tretë zgjedhore të barometrit është 22 mars deri në 3 prill 2023. Pyetja më e rëndësishme politike për zgjedhjet e 11 majit është për cilën parti do të votonit nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot. Nëpërmjet kësaj pyetje, në të gjitha matjet politike arrim të lexojmë prerjen e votës së qytetarëve për zgjedhjet e ardhshme. Përgjigjet në matjen e tretë në nivel vendi tregojnë se 40.6% e qytetarëve nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, do të votonin Partinë Socialiste. 30% e tyre do të votonin koalicionin Aleanca Shqipëria Madhështore, drejtuar nga Sali Berisha dhe me radhë si më poshtë. 6.7% e qytetarëve do të votonin koalicionin Nisma Shqipëria Bëhet, 4.4% Partia Mundësia, 1.8% Lëvizja Bashk, 1.1% koalicioni Euroatlantik, 1% Partia Social-Demokrate, 0.9% partitë e tjera. Ndërkohë, 13.5% e qytetarëve janë të pavendosur për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje. Një pjesë e tyre tregojnë se nuk do të votojnë, një pjesë përgjigjen nuk e di ose refuzojnë të përgjigjen kësaj pyetjeje.